Kalma t'ju lutem. Ilir Meta ka reaguar nga ambientet ku ndodhet në mas sigurie ndaj komenteve për gjendjen e tij fizike pas daljes së fundit publike. Ai është shprehur se gjendja e tij shëndetësore dhe mendore është shumë e mirë, duke theksuar se ndihet në formë të plot pavarësisht kufizimeve. Në deklaratën e tij, Meta ka përshkruar rutinën e përditshme, duke thënë se angazhohet rreth 4 orë në ditë me aktivitet fizik dhe luan rregullisht ping-pong, sport në të cilin pretendon se ka performancë të lartë edhe përballë kundërshtarëve më të rinj. Ai ka sqaruar gjithashtu se ndryshimet në peshë nuk lidhen me probleme shëndetësore apo mungesë ushqimi. Duke komentuar edhe vërejtjet për pamjen e jashtme, si flokët dhe lëkura, ai ka atribuar këto ndryshime kushteve të jetesës dhe mungesës së disa shërbimeve bazë, përfshirë cilësinë e ujit. Në fund, Meta ka ironizuar komentet dhe analizat në media dhe rrjete sociale, duke i cilësuar ato si tentativa për të larguar vëmendjen nga çështje më të rëndësishme politike dhe hetimore.